Kreu Demokrat Sali Berisha pas një mbledhje 3 orëshe të kryesisë së PD-s ka zbuluar skenarin që kjo forcë politike do të aplikojë kundrejt mazhorancës së Edi Ramës. Berisha tha se është në dorën e shqiptarëve për të rrëzuar regjimin e Ramës, ndërsa paralajmëroi për shkallëzimin e qëndrimeve në parlament. Grupi ka pasur vendim për të përshkallëzuar qëndrimet e veta në parlament pa diskutim. Grupi vendosi që të vazhdojmë betejën fuqishëm në parlament. Ne kemi eksperiencë të jashtëzakonshme për parlamentin. A do rikthehen ato që ishin apo të tjera, por betejë në parlament nuk diskutohet, do bëjmë betejë në çdo terren që do të jemi, u shpreh Berisha. I pyetur nga gazetarët nëse është diskutuar fillimi i protestave, Berisha u shpreh se është diskutuar gjerësisht për protestat. Janë dhënë mendime pozitive, por vendime do të merren në ditët që vijnë, paralajmëroi ai. Ndërkohë, pas mbledhjes së gjatë të kryesisë, Sali Berisha reagoi rrufeshëm edhe për vendimin e gjykatës kushtetuese për rikthimin në detyrë të Erion Veliajt. Për Berishën, gjykata kushtetuese rrëzoi Ramën që sipas tij e trajtoi si serial killer kryebashkiakun e Tiranës. Gjyqtarët zbatuan ligjin, por gjithashtu vendimin e komentoi edhe si një dhuratë që Edi Rama, që nuk njeh asnjë lloj ligji e morali, ja bëri padashje kundërshtarit të tij kryesor brenda në parti Erion Veliajt. E trajtoi deri aty sa duhej t'i dilja unë për zot për të drejtat e njerëzit. E trajtoi në atë mënyrë që shkel Konventën Europiane të drejtave të njerëzit, Kushtetutën dhe çdo lloj standardi të një qëndrimi ndaj të burgosurve. Dhe me këtë i dha Erion Veliajt avantazhin de facto, u shpreh ndër të tjera Berisha.